Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jeni duke ndjekur edicion informativ të lajmeve të orës 17 këtu në televizionin Skampa. Edhe pse çmimi i energjisë elektrike nuk është rritur për konsumatorët, sërish qytetarët e konsiderojnë atë të lartë. Ato thonë se për shkak të vështirësive ekonomike, po kujdesen të mos i kalojnë 300 kW të harxuara. Ndërkohë energjia duket se është rritur për bizneset, si edhe ÇEZ ka vendosur një tarifë mirëmbajtje prej 200 lekësh në muaj për çdo klient. Referuar vendimit të entit rregulator të energjisë, çmimi i 1 kW energji elektrike për abonentët familjar që konsumojnë deri në 300 kW do të jetë 7.7 lek, kurse çdo kilovat i harxuar mbi 300 kW do të paguhet me 13.5 lek. Në këtë mënyrë, enti rregulatori i energjisë ka mbajtur në fuqi faturimin nëpërmjet fashave, e cila mbron një numër të konsiderueshëm të konsumatorëve familjar, të cilët harxojnë sasi të vogla energji elektrike. Enti rregulatori i energjisë ndërkohë rrit me 15% çmimin e energjisë që konsumohet në kohë piku. Kjo mas nuk prek konsumatorët familjar, por vetëm bizneset, të cilët do duhet të paguajnë më shtrenjtë çdo kilovat të konsumuar ndërmjet orës 18 deri në orën 22 për periudhën nëntor-mars dhe 19 deri në orën 23 për periudhën prill-tetor. Ky ndryshim vjen edhe për faktin se në këtë orar, edhe çmimi i blerë në tregun e huaj është më i shtrenjtë krahasuar me oraret e tjera. Të pyetur qytetarët e Elbasanës shprehen se energjia elektrike është e lartë aktualisht dhe përshëndesin vendimin për mosrritjen e energjisë për familjarët. Të gjithë përpiqen që të mos harxojnë mbi 300 kW, pasi në të kundërt duhet të paguajnë shumë më tepër dhe fatura bëhet e papërballueshme për xhepin e qytetarëve. Si e duket çmimi aktual i energjisë? I lartë, shumë i lartë është. I lartë. A e kaloni normën 300 kW? Po, ka raste edhe kalohet. Ju si konsumatore, a e përballoni dot këtë çmim? Po, nuk përballohet, sigurisht nuk përballohet. Është shumë i lartë. Shumë i lartë është. A do rritet çmimi i energjisë? Kështu thonë që do rritet, nuk e dim. Nuk e dim, por është shumë i lartë. Si e duket çmimi aktual i energjisë? Vallai tani me këtë që është, edhe po e paguajmë si është, ama që po vajti më tepër. Shumë i lartë. I lartë. Shumë i lartë. Ju i kaloni 300 kW? Po si. A e përballoni dot? Me pensionin siç kemi, mundohemi aq sa harxojmë të përballojmë. Si e duket çmimi aktual i energjisë? Shumë i lartë. Ju i kaloni 300 kW? Ja, nuk e le. Na herë edhe e kaloj. Me zor, shumë zor. Është shumë i lartë. Do rritet çmimi i energjisë? Nuk e di se bëjmë, po një do rrisim prapë. Përballoni dot? Po përballon me 100.000 lekë më. Shumë i lartë zemër, nuk arrim fare, u dojë me zjarre, me dru. A e përballoni dot? Nëse i përballojmë ju pa punë. A jeni informuar, do rritet çmimi i energjisë në ditë? Po si kërkojnë do jo ja. Ndërkohë konsumatorët do duhet paguar një tarifë shërbimi prej 200 lekë në muaj pavarësisht nëse konsumon ose jo energji. Kjo tarifë u vendos vitin e kaluar dhe mbetet ende në fuqi, me arsye timin se nga ana e kompanisë kryen të gjitha shërbimet që kanë të bëjnë me leximin e macit, faturimit, mirëmbajtjen e të tjerë. Është kthyer tashmë në një traditë panajiri i gjelit të detit në rrethin e Peqinit. Në këtë aktivitet organizuar nga Drejtoria e Bujqësisë merrin pjesë deputet, ministra si dhe përfaqësues të pushtetit lokal. Në përfundim u shpallet edhe gjeli fitues, i cili si çdo vit i takoi një prej familjeve që rrit një numër të madh shpendësh për festat e fundvitit. Me rastin e festave të fundvitit, Peqini me një traditë disa vjeçare organizoi panairin e gjelit të detit. Në komunën Përparim është zhvilluar dhe një parakalimi tufave të shpendëve nga i gjithë qarku e Elbasanit dhe në fund janë shpërndar edhe çmime. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, ministri i Bujqësisë Genc Ruli, ministri i Mbrojtjes Arben Imami, deputeti Dashnor Sula, si dhe banor të zonës. Gjatë fjalës së tij, ministri Genc Ruli theksoi se zona e Peqinit tashmë ka krijuar një traditë e hershme në mbarshtrimin e këtyre shpendeve. Është vërtet kënaqësi që marrim sot pjesë në këtë panair do projektet veçantë, i cili nëpërmjet rikthimit në një traditë të festave pagane na jep mundësinë, ju jep juve mundësinë që të ekspozoni atë që është fruti i punës suaj. Është vërtet një shifër mbreslënse që Peqini, rrethi Peqinit në këto 5 vjet ka arritur të 4 fishoj ka numrin e gjelave detit që mbashtohen, duke bërë këtë një nga prodhimet kryesore dekorale të zonës së tij. Megjithatë, në statistikat tona dhe ndijen tonë, ky rreth është nga rrethet e potencialit të lartë bujqësor
dhe për më tepër ajo që është karakteristik, ndofta zona e rendimenteve më të larta në prodhimet bujqësore që kemi në Shqipëri. Dhe kjo është padyshim merit e punës suaj. Rrethi Peqinit është gjithashtu dhe një nga zonat ku skemat tona të mbështetjes së fermës kanë pasur suksesin më të madh dhe këtë kemi parë qoftë në numrin e aplikimeve që ka përmbjellje të reja në kultura të ndryshme, por dhe në numrin e madh të vetë fermerëve që kanë përftuar. Sigurisht, detyrimet tona si ministri për këtij sektori nuk mbarojnë. Ne dimë që keni nevoja konkrete për përmirësime të ndjeshme në infrastrukturën e fullimit, në infrastrukturën e ujitjes, dhe këto janë projekte që ne do t'i kemi në vitet në vazhdim, sepse ato padyshim do t'i japin juve mundësinë që të merrni dhe më shumë prodhim, që të jeni më shumë prezent në tregun shqiptar. Urimi më i mirë do të isha që Tirana dhe gjithë qytetet e Shqipërisë të provojnë për festën e vitit të ri, Gjelin e Detit Peqinit, i cili do të është bërë simboli më i bukur i prodhimeve të sezonit. Paqim një panajir të bukur dhe mbar dhe uroj të mira. Gjithashtu edhe deputeti Peqinit Dashnor Sula shprehu vlerësimin e tij kundrejt banorëve të zonës për punën dhe vazhdimin e kësaj tradite. Për ne, për Peqinin, është një festë tradicionale të cilët unë gje rastin të falenderoj për të nisë, të cili ka nisë për para disa vitesh. Ky është nga koha kur ishte edhe ministri i bujqësisë zoti Emin Gjana, dhe kjo festë tradicionale të cili ka filluar, jam i sigurt që do vazhdoj vite në vazhdim, dhe kjo traditë e Peqinit të cilët shuhet për rritjen e Gjelit të Detit është më të vërtet krenari dhe gjithë fshatarët, të gjithë fermerët e rrethit ton, jo vetëm në mbarështrimin e Gjelit të Detit, por në të gjithë produktet tjera blegtorale dhe ato frutore, sigurisht ka një zhvillim gjithë rrethi jon, dhe këto janë bërë në sajt të mbështetjes e cilët ka dhënë qeveria e zotit Berisha, dhe jam i sigurt se ashtu siç thash pak më parë që ministri i bujqësisë zoti Ruli do na mbështesin gjithë projektet që kanë fermerët e kësaj zone të mrekullueshme, sepse po të shikojmë zoti ministër, e gjithë kjo zonë nuk ka qoftë 1 metër tokë pa punuar, edhe gjithë zhvillimi bujqësor dhe blegtoral në këtë zonë është me të vërtetë në parametrat të cilët i kërkohet që të ketë koha sot. Si çdo herë në përfundim të këtij panajiri është shpallur edhe Gjeli fitues pas ndeshjes që si çdo vit zhvillohet me stufave. Pronari i Gjelit, Faik Zylyfi, ka marrë një shpërblim për 100.000 lekë të vjetra. Me miratimin e kredisë së tretë nga vendet arabe për financimin e rrugës Elbasan-Tiranë, mbyllet edhe loti i fundit të autostradës bashkë me tunelin. Kështu e gjithë rruga Elbasan-Tiranë do të financohet nga vendet arabe, duke financuar deri më tani plot $268 milion. Shqipëria është e favorizuar në vitet e para të kredisë, pasi nuk do të duhet të paguajë për kredite marra. Miratohet kredia e tretë nga vendet arabe për financimin e rrugës Tiranë-Elbasan. Marrëveshja për fondin e OPEC-ut për financimin e $20.4 milion në këtë rrugë ishte lajmëruar disa muaj më parë, por si duket ekzekutivi vetëm tani ka arritur të marrë siguri duke miratuar edhe marrëveshjen në mbledhjen e djeshme. Bëhet fjalë për një kredi me afat maturimi 20 vjeçar me një interes 3.3%, ku Shqipëria nuk do të paguajë gjatë 5 viteve të para. Kjo është kredia e tretë nga këto vende që merret në një kohë kaq të shkurtër me një qëllim të vetëm, ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan. Në total, vendet arabe kanë financuar deri më tani rreth $268 milion për këtë rrugë bashkë me tunelin. Kredia më e madhe ishte nga Fondi Islamik për zhvillim me vlerën e $222.7 milion e firmosur në pranverën e këtij viti. Kredia në fjalë ka një afat maturimi 20 vjet. Gjatë 3 viteve të para pas lëvrimit Shqipëria nuk do të paguajë. Financimet nga vendet arabe kanë një specifik ndryshe, pasi Islami e ndalon kategorikisht fajden. Në këtë rast, parat e ofruara nuk konsiderohen si kredi, por si mall të cilët shitësit i përcaktohen një çmim duke parashikuar dhe fitimin e tij brenda. Më pas, marrësi i mallit paguan çmimin total, të ndarë në koste fikse apo kushteve të tjera të kontratës. E gjithë kjo bëhet për të shmangur fajden, ndërkohë që banka normalisht e merr fitimin e saj, jo nëpërmjet kamatës, por çmimit të mallit. Kjo është hera e parë që një shumë e tillë financohet në këtë formë nga këto vende. Dhe tani do keni mundësi të njihni dhe më gjerë për sa i përket informacioneve nga arena ndërkombëtare.
Akuzat të ashpra kanë ardhur për presidentin aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama nga dy kandidatët republikan për sa i përket postit për president. Në akuzat e tyre, dy kandidatët vunë pa politikën jo të mirë që Barack Obama ka udhëhequr, sidomos lidhur me kërkesën që ai bëri Iranit për avionet e telekomanduar, i cili ishte i turpshëm dhe veçanërisht shpërfillës për sa i përket reputacionit të kombit amerikan. Dy favoritët për të fituar emërtimin e Partisë Republikane si kandidatët për president në SBA, Ned Gringer dhe Mitt Romney, lëshuan akuzat të ashpra ndaj Barack Obamas në bisedën e tyre të fundit televizive përpara votimeve në shtetin Iowa. Dërsa dy rivalët zhvendosën bisedën te gabimet e administratës aktuale, 5 kandidatët e tjerë potencial më pak të vlerësuar në sondazhe, goditën në fjalimin e tyre dy rivalet kryesor brenda partisë. Në forumin prej 2 orësh të transmetuar nga Fox News, gjithashtu ishin të pranishëm kongresmeni Minnie Mestos, guvernatori i Teksasit, do të ishte i gatshëm që në këto momente të përballesha me Barack Obama në 7 debate 3 orëshe televizive. Ai nuk do të kishte asnjë shans për të mbrojtur arritjet e tij, pasi në fakt nuk ka patur asnjë arritje. Vitet e drejtimit të shtetit prej tij kanë shënuar vetëm statistika negative dhe një ideologji që është radikale, u shpreh Gringer në fjalimin e tij hapës. Nga ana e tij, presidenti i ardhshëm potencial i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mitt Romney, theksoi se Obama bën çmos për të kënaqur të gjithë tiranët e kësaj bote. Kërkesa që i bëri Iranit për të kthyer avionin e telekomanduar ishte e turpshme dhe veçanërisht shpërfillëse për reputacionin e kombit ton. Politika jone e jashtme është për të ardhur keq, ashtu si edhe gjëra të tjera në këtë mandat të Obamës. Japonia lajmëroi se ka vendosur përfundimisht nën kontroll reaktorët e dëmtuar të Fukushimës, të cilët 9 muaj pas një tërmeti të pësuar më pas nga një tsunami shkatrimtar, janë ftorë në nivelin optimal. Pavarësisht stabilizimit të situatës, inxhinierët kanë paralajmëruar se mundësia e një tërmeti të ri në të ardhmen në Fukushima do të ishte tepër i rrezikshëm. Japonia lajmëroi të premten se ka vendosur përfundimisht nën kontroll reaktorët e dëmtuar të Fukushimës, të cilët 9 muaj pas një tërmeti të pasuar nga një tsunami shkatrimtar, janë ftorë në nivelin optimal. Kryeministri Yoshihiko Noda ishte ai që informoi për këtë arritje në një fjalim gjatë së premtës. Ftoja e reaktorëve konsiderohet si një sukses i madh për teknikët, por eliminimi i plotë i rrezikut dhe pasojave që shkaktoi rrezatimin do të kërkojë dekada për të përmbushur. Punëtorët e centralit bërthamor të operuar nga kompania elektrike e Tokios kanë përdorur ujë të ftohtë për të ftohur bërthamën e lëndës reaktive, duke shkarkuar ujin e ndotur me skorje radioaktive në det. Një kufizim dalim hyrje vazhdon të jetë në fuqi për një parametër rreth 20 kilometra rreth 6 reaktorëve të ndodhur në Fukushima në Japoninë qendrore. Lëkundjet e 11 marsit, në atë që ishte një prej 10 tërmeteve më të fortë, të parë në 100 vite, dëmtuan rënd reaktorët, duke shkaktuar një alarm bërthamor, pasi lënda radioaktive u përhap në një parametër rreth reaktorit. Pavarësisht stabilizimit të situatës, inxhinierët kanë paralajmëruar se mundësia e një tërmeti të ri në të ardhmen në Fukushima do të ishte shumë i rrezikshëm. 160 persona në Indi kanë humbur jetën nga përdorimi i alkoolit metalik. Sipas mediave vendase, 204 persona, shumica e të cilave në gjendje kritike, janë duke trajtuar në spital. Përdorimi i alkoolit metalik në Indi është tepër i zakonshëm, pasi ai kuston shumë herë më lirë se ai ushqimor. Balanci tragjik i helmimit nga alkooli metalik ka shkuar në 160 persona në Indi, por ai mund të rritet shumë më tepër pasi qindra persona janë në spital në gjendje kritike për jetën. Rastet e para të helmimit nga alkooli vërshuan në spitalet e Bengazit perëndimor në mërkur dhe që prej 3 ditësh balanci sa vjen përkeqësohet. Sipas mediave vendase, 204 persona, shumica e cilave gjendje kritike, janë duke u trajtuar në spital. Në trupat e viktimave, policia ka gjetur një përzierje alkooli frenash, një lloj metanoli jashtëzakonisht helmues për qenjet njerëzore, por i padallueshëm në shijen nga alkooli ushqimor. Burimet mjekësore thanë për BBC-n të premten se 364 persona janë shtruar në spital që prej së mërkurës dhe 160 për tyre kanë dëruar jetë. Megjithatë, shumë viktima të tjerë kanë qëndruar në shtëpi duke patur frikë nga marrja në pyetje prej policisë, prandaj bilanci i fatkeqësisë mund të jetë edhe më i madh. Ndërkohë ka nisur hetimet e etshme për të zbuluar burimin e tregtimit të lëndës helmuese. Sipas burimeve policore, 4 persona janë vendosur në pranga, ndërsa po heton mbi disa kantina të paligjshme pijesh në Goharan. Përdorimi i alkoolit metalik është i zakonshëm në Indi pasi ai kushton shumë më pak se ai ushqimor dhe është e vetmja pije përballueshme për popullsinë e varfër të vendit me 1.2 miliard banor. Megjithatë, duke patur një përqindje shumë të lartë toksicite, ai duhet shërbyer në doza shumë të ulta i papërzier, fuqia e tij mund të jetë deri në disa mijëra grad. Në vazhën e disa vdekjeve nga helmimi prej alkoolit, javën e shkuar, shteti i Gujaratit
miratoi një ligj të ri në bazë të cilit përgjegjësit për këto vdekje, tregtarët dhe prodhuesit e pijës dënohen me vdekje. Zonja dhe zotrinj, se gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ të lajmeve këtu në televizionin Skampa. Bashkë natën e mirë.